Një zgjidhje ka për të pasur rotacion, vetëm një zgjidhje ka për të kthyer qytetarëve parlamentin e qeverisjen, ulja e PS-s në 7 mandate, sepse PD-ja dihet që nuk ka asnjë shans të fitojë zgjedhjet. Dhe kjo do jetë, ky është referendumi 12 majit, ne për këtë referendum kemi hyrë, këtë ftesë kemi bërë shqiptarëve, dhe ajo që mua më ka lënë, edhe më ka emocionuar, ka qenë pritja e qytetarëve të Vlorës, edhe Sarandës. Se në zonat rurale unë kam një influencë më tradicionale për shkak për arrestime, pra ish mjesin bashkiake Orikuma për lumën e Vlorës, ku kam origjinën në 2 krahat. Qyteti më ka pritur shumë mirë Arbër. Edhe mua dhe Arbrin, që jemi 2 kandidatë kryesorë. Arbri Agalliu, e përshëndesim dhe atë. Kulluri, objektivi juaj për Vlorën dhe për Shqipërinë sa mandat është? Vlora për 1 mandat është. Pra ne synojmë 1 mandat në Vlorë, synojmë 1 mandat në Fier, synojmë 1 mandat në Durrës, 1 deri në 2 në Tiranë, Elbasan, Shkodër. Ky është objektivi. Pastaj sa do rrihet. Sot, nga sondazhet konfidenciale jemi diku te 3 mandate të sigurta, do luajmë për 4 ose 5. 6-7 do jenë vështirë, jemi realist. Në synimi fillestar ka qenë për grup parlamentar, por mos harrojmë që janë 5 koalicione të reja, që kanë peshë elektorale, dhe besoj që të gjitha partitë e reja do marrin disa mandate secila, më shumë se 2. Dhe kjo do jetë arritje shumë e madhe. Po diskutoni pak më herë bashkë për vështirësitë që ka një, po themi, koalicion i ri, një parti e re, sidomos me aspektin financiar. Dhe është normale. Pse? Ndërkohë kemi... Pse? Unë fushatën për e bëjmë me shifra fare qesharakës, duhet i them. Nuk ka nevojë. E kam një tjetër... Në zgjedhje votohet fytyra Arbi dhe tezat politike. Absolutisht, jam shumë dakord. Nuk e pse harxhon, shpërdoron para me dreka darka me njerëz, me saltanete, me 10 makina. Edhe unë jam dakord, një harxhim i tepërt, por më bën përshtypjen një se dua të kaloj në një tjetër pikë. Kemi ndërkohë partinë më të madhe opozitare që do harxhoj $6 milion edhe pse në opozitë. Ku i dalin gjithë të para, Kulluri? Ti ke qenë atje në atë forcë politike, ke qenë kritik për të së vërtetës për procese demokratike, por tashmë për na dalin dhe këto problemet financiare, pra para e pa justifikuar. Shiko, autokratizmi, korupcion, prodhon. Qa themi për qeverinë? Pushteti tepërt prodhon korupcion. Dhe brenda partive, pushteti tepërt prodhon korupcion. Pushteti tepërt i dedishëm i pak njerëzve, fatkeqësisht, ka prodhuar korupcion. Unë nuk i besoj të pradat me qytetarë shqiptarë, se them drejtën... Patriot shqiptarë. Patriot, po të shqipot kishe ka shumë patriot, pak të do në epte njëri në 6.000 euro. Nuk do epte 1.000 apo 1.500 donacione. Se besoj që nuk është burë me mi se unë Sali Berisha, bidës për kundërsi. Çështja është këtu është e qartë. Do më thënë, Shqipëria ka një nivel shumë të lartë informaliteti, që është për fajt të administratës publike dhe politikës. Dhe kjo është e qartë që defekti parë kësaj çështje është shifra shumë e madhe. Unë çfarë po lexoja një batut të një miku ton gazetar, Fitim Zektit, nuk e di, më duhet ta lexoja. Mund ta përmendi, po. Çfarë ka thënë? Po ka thënë një perlë, në fakt. Ka pasur debat në Berlin Krishin dhe i thotë do më falësh pak. Po, mund ta lexojmë, sepse është një çështje që ka marrë vëmendjen e madhe të opinionit publik dhe sidomos është një problematikë e madhe edhe në mënyrën se si parat kanë shkuar atje, si parat janë dërguar të kjo... Ka thënë gjë shumë bukur. Për tërmetin, shqiptarët e Amerikës mblodhen $700.000. Kurse për Sali Berishën mbledh kanë $6 milion. $700.000. Kurse për Sali Berishën $6 milion. Që digjen gati 50 veta humbën jetën. Po mirë, po tash doktori i vlen më shumë se sa veta vdiqën? 50 veta. Doktori vlen sa gjithë kombi shqiptarë, po si mos paguash $6 milion. Unë kam qenë gati se shpim për doktorin veshkën. Tani e kupton, kjo është qesharake gjitha. Kjo është e qartë që këtu ka gjëra që nuk shkojnë. Megjithatë nuk është çështja jonë, është çështja e drejtësisë, nëse ka element të shkesë ligjit. Ajo që të bën përshtypje është që kandidatët e PD-s po kruajnë xhepat dhe mezi po nxjerrin 200 lekë të fundit. Kurse këta harxojnë $6 milion për lobim në Amerikë. Sigur të kishin shpërndar kandidatëve në $50 milion, PD-ja sot do merrte të paktën 100.000 vota më shumë. I kanë lënë si jetim shkret, po dalin për semafor mbledhin lekë, se janë mësuar bëjnë fushat me lekë madhe, kupton? Edhe këta harxojnë $6 milion me një dorë. Kështu që megjithatë, kështu është kur vendos intelektual si zoti Noka kryet partisë, ndodhin dhe këto fatkeqësira. Kulluri, ndërkohë... Nuk ka një gjë për qeshur, to janë vërtetë. Jo, dakord. Duhet kaloj një tjetër element, flasim pak për atë që opozita... Me që Noka ka thënë që ne jemi të shitur, po jap të përgjigje, Po, edhe kanë konstante këtë pjesë. Jo, po ne po të shqipshim, do i kishim ne $6 milion, jo këta. Është dhe kjo, po mos ta vazhdoj më shumë se i rëndon më shumë, se ngarë jemi kryesisht me qeverinë, jo me këta. Kulluri, një pretendim që ngër shumë opozita është që majoranca punon me grupet kriminale, me bandat e të tjerë, vetëm kështu i merr votat duke i blerë e tjerë. Ti e shikon këtë gjë në terren realiteti?
Në Vlorë nuk ka ndodhur një kjo, shumë rrallë. Sepse në Vlorë nuk kërcënohet një. Për shkak karakterit blonjatëve. Edhe në Vlorë thonë ata. Madje kam parë një gazetar pranë tyre ditën e sotme thoshte që nga Vlora po bëhet gjullurdia, po jepen urdhra etj etj. Ku mo? Në Vlorë të ketë grupe kriminale që të ndikojnë qytetarët, ku kanë Vlorë trima, në Vlorë janë gjithë trima aty. Në Vlorë nuk ndodh. Është e sigurt. Në Vlorë nuk kërcënohet asnjëri. Kush guxon të kërcënojë në Vlorë e gjen vendin shpejt. Se blonjatët janë karakteri i tillë. Nuk të bën një për burrë në Vlorë të kërcënosh. Po në zona tjera ka ndodhur patjetër.